deklaratave të tij. Shkak të deklaratave për lëvizjen vetëvendosje. Leja të lutem. A mleja, apo? Patjetër. Unë po them këtë. Ushtria Qeveritare e Kosovës nuk është as e PDK-s, as nuk është e lëvizje vendosje. Nëse do t'ishte e tillë, do t'ishte PDK, nuk do të kishte emrin UÇK. Në këtë kuptim, mendoj që kjo i tejkalon edhe subjektet politike. Pra Ushtria Qeveritare e Kosovës ka qenë një ushtri e cila në kohë më të vështira i ka dalë përpara një Serbie e cila megjithatë ka qenë shumë e fortë. Ata janë vajza dëshmorë e martirë të cilët e kanë humbur jetën, e kanë bërë për vendin e tyre. Dhe në këtë kuptim, mendoj që tash polarizimi partijak, duke u fut këtu edhe politikanë të ndryshëm të cilët mundohen që vetëvendosjen ose vetëvendosjes që thonë që të dashin pasin brenda, ose ju jeni ata të cilët nuk i dëshironi që ata dalin jashtë, ndonë se vendimi nuk e merr lëvizja vendosje, po e marrin pikërisht ata gjyqtarë, ose që e gjykatë speciale, që pikërisht vetë ata e kanë kriju me votën e tyre, ne kemi qenë kundër. Ne kemi pas aktivitetet të dukshme e të mëdha, pa që mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës e dinë pozicionin e subjektit tonë politik. Prandaj është mirë që shoqëria në Kosovë të mos polarizohet me diskurse të tilla helmuese, të cilat nuk na dërgojnë askund. Ne shpresojmë e besojmë që ata dalin të përfaqëshëm. Ne e përkrahojmë çdo protestë. Mirë po e them edhe një gjë, duhet ta kemi një pikë prerje. Duhet të ketë, ta themi, një për shembull, deputet të caktuar, të cilët mund të kanë gabuar, se kanë votuar për gjykatën speciale. Qysh e vlerësoni aktivitetin e Ramës në këtë rast, në thirrje për drejtësi për gjykatën speciale? E dim një fjalim të famshëm para 3 vjetëve në Asamblenë e Këshillit të Evropës, ku janë përmendur në mes të tjerash edhe çështjet e gjykatës speciale, në vazhdimsi është aktiv edhe në për rrjetet sociale. A mendoni që ka ende më shumë mekanizma për të adresuar këtë çështje në instancat ku duhet? Po siç po e vreun çështja është drejt fundit. Pra besoj që do ta kemi një fjalë përfundimtare të gjykatës speciale rreth kremave të UÇK-s dhe shpresoj që të ndodhë kjo sa më shpejt. Sepse ata nuk e kanë vendin atje, e kanë vendin në vendin e tyre, pra familjet e tyre, kanë vendin në Kosovë. Ashtë Edi Rama, unë kam përcjell ato fjalime ma shumë kanë qenë për një lloj konsumi kështu të politik të mbrapsht, mendoj sa edhe në Shqipëri e di më mirë këtë. Konsum politik, fjalimi në KJ. Po, ja keni përcjell aty. Po, natyrisht e kemi përcjell. Ka thot aty.